kur mendja nuk e duron dot stresin, a diku e shëtit në përtrup, e somatizon atë. Edhe kur somatizohet stresi apo shtypja, emocionet, dëshira, pasioni, ëndra, trupi, atëherë fillon të flas, nëse nuk flet mendja. Shumë raste, pse po më dhem krau shumë, kam shumë dhimbje shpine në qafë, kam shumë dhimbje në këmbë, në stomak. I realizon gjitha analizat laboratorike, mjekësore, del me rezultate mbreslënse. Por, ku qëndron problemi? Te këto periudha dhe përvoja të cilat e ndjekin gjatë gjithë jetës personin. Se njerëzit, kur përjetojnë panik, ose momente sulmesh paniku, ose ankthe të shpeshta dhe realizojnë analiza të shumta, konsultime të shumta, por akoma nuk arrin ta kuptojnë pse po mjet që kjo ndjen, që kjo tutbe, që kjo frikë ka njerë, pse ka njerë po bllokona, po drina dhe po shtangitna, ç'a po ndodh me mu? Nuk është kjo pa kuptim. Këtu ka nyje të cilat marrin kuptim përmes qasjes psikanalitike, e cila rikthehet tek historia. Rezultati është që një emocion kur përpunohet nuk është më simptom. E në anën tjetër, kur emocionet nuk përpunohen, ose ngelin në heshtje, ose ngecin në stat, izolohen, nuk mirë trajtohen, atëherë kthehen në simptoma. E simptoma nuk ka për qëllim e shkatru individin se çet problem kanë anksiozët. Mendojnë që do të çmenden, ose do të përjetojnë një sulm kardiak që mund t'i shpijë drejt vdekjes. Jo, po simptoma pi jep sinjal që ta kuptojnë çfarë ankthi kërkon t'ju thot atyre se ku është problemi. Pra ankthi përpiqet me të kallëzu diçka që ti nuk e din. Pe tham apo popullorçe, pra edhe një herë i tham të shkuazët tuaj. Ankthi gjithmonë përpiqet me të kallëzu diçka që ti nuk e din. Që është sinjal, ama nuk është të shpjerë drejt shmendurisë. Kjo është më se e kuptueshme nëse analizojmë jo vetëm prizin profesional, por edhe prandaj shqyrë që kemi njerëz si ti, që janë domethënë që kaq oratorë të mirë, që kaq elokuente dhe që i shpjegojnë gjithë dhe mendoj që njerëzit përfitojnë shumë.